Bashkia e Cerikut nuk ka ofruar asnjë surprizë. Zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit u rifituan nga Partia Socialiste, konkretisht nga kandidati i saj Florencë Doko. Dukshëm në këtë zgjedhje u vëre një tërheqje e qytetarëve ose një mos interesim për të marrë pjesë në procesin e votimit. Gjithsesi, grup mosha e cila ka shfaqur më së shumti interes për të votuar rezulton që të jetë ajo 65+. Pas numërimit të 57 kutive, kandidati socialist Florencë Doka siguroi 66.22% të votave ose 6.201 vota. Kandidati i pavarur Amarildo Hoxha, i cili mbështetej nga PD, ka marrë 20.16% të votave, pra 1.888 vota. Ndërkohë kandidati Eli Gertima nga Shqipëria Bëhet ka marrë 13.62% të votave, pra 1.275 vota. Vetëm në njësinë administrative Klos, ku rezulton mjek familjeje, kandidati i mbështetur nga PD Amarildo Hoxha regjistroi rezultat të barabartë me kandidatin socialist. Ai u votua nga 543 qytetar, përkundër 544 të Florencë Dokës së PS-s, ndërsa në gostim kandidati Eli Gertima ka shënuar e përsinë e kandidatit mbështetur nga PD. Hima regjistroi 413 vota, përkundër 370 të Hoxhës. Përqindja votuesve në këto zgjedhje ra me 4% në krahasim me ato të vitit 2023. Është fakt se 9.364 qytetar kanë vendosur edhe për 29.376 qytetar të tjerë, të cilët nuk votuan. Në mbyllje të procesit të numërimit, të tre kandidatët kanë shtrënguar duart mes tyre, duke e lexuar të mbështetësit si një rezultat i pranuar nga të gjithë. Gjithsesi, Bashkia Cerik regjistroi përqindjen më të ulët të mbështetjes së Partisë Socialiste krahasuar me 4 bashkitë e tjera.